situatat e cilat ne po kalojmë. Ojsava, kur duhet jemi ne aq të hapur? A e ke ndjerë ti veten me disa individ paktën në jetën tënde që mund të flas lirshëm dhe pse kanë qenë pikërisht ata? Çfarë dallimi kishin nga pjesa tjetër? Unë në përditshmërinë time rrethohem nga njerëz të cilët janë shumë të lirshëm. Dhe duke qenë se unë rrethohem nga këta miq, shoqëri që janë të lirshëm, edhe unë natyrshëm jam e lirshme. Nëse dikush ka humbur vendin e punës, kjo nuk do të thotë që është fundi, mbyllja një dere. Unë e shikoj si hapje në një dritareje, një dritë tjetër të re, sepse ne nuk do të qëndrojmë gjithë kohës në një pozicion pune. Kështu, ajo që ne duhet të bëjmë në pranim me njëri tjetrin është ajo gjëja që ta dëgjojmë, të japim mendimin tonë të mirë, emocional, që shiko se ky nuk është fundi, ka gjëra të tjera, ose është një fjalë shumë e bukur që unë e përdor shpesh, që lash të mirën për më të mirën, se sigurisht që jeta na ofron ndjesi, emocione, risit më të bukura, që kështu nuk e shikoj këtë pjesë. Pra ti zgjedh që ti jesh prezente me fjalët kalon. Pra, sigurisht koha që do i shëron kalon të gjitha. Koha i shëron, pavarësisht se mund të jetë edhe një ndarje për shembull, një divorc si një njeriu të afërm tëndet që mund ta përjetojë dhe kjo është traumë deri diku. Nëse ka ardhur ky moment, atëherë duhet të kuptojmë që ky moment ka ardhur për këto arsye. Bën analizë. Po, pa diskutim që do bëhet një analizë dhe e mira e gjithë kësaje ishte ky fund. Që kështu njeriu duhet ta pranoj faktin, duhet pranoj shkaktarët kryesorë pse ndodhi kjo krizë apo kjo ndërprerje e një marrëdhënie, por unë mendoj që diçka ndodh për një arsye dhe kjo arsye pastaj le të marrë atë zhvillimin e mirë, them unë. Klesi, cilët janë ata persona që janë dëgjuesit e tu më të mirë? Apo je e ngushtë, ke një rreth shumë të ngushtë? Ngushtimi ka ardhur me kohën dhe me moshën. Kur kam qenë më e vogël, më e re, padyshim më shumë shoqëri, e kishe pak më të lehtë të tregoje gjërat e tua. Tashmë jo se është bërë më e vështirë, por ti bën një vlerësim të njerëzve, unë personalisht, të njerëzve të cilët e di që do të më japin një mendim të sinqertë, që do të thotë, edhe nëse mua ky mendim nuk më pëlqen, e di që do të jetë një lloj shkundje për mua që shiko Klesiana, kjo gjëja ti vërtet e mendon kështu se je gjaknxet momentalisht, por që në të vërtetë situata mund të jetë edhe kështu, mund të ketë edhe një alternativë tjetër. Dhe jam munduar që pranë vetes dhe gjërat që vërtet kam shqetësim apo që i kam gjëra personale, do ta tregoj shumë pak njerëzve dhe atyre njerëzve të cilët më japin këtë lloj mendimi. Në përgjithësi, më përpara mund të më pëlqente ideja që po Klesiana ke ti të drejtë në këtë rast, apo shumë mirë ke bërë në këtë veprim. Me një fjalë të mirë. Por mendoj se kjo është thjesht një lloj forme për të përkëdhelur egon dhe në të vërtetë një ndim reale do të ishte një mendim i sinqert, edhe nëse mua nuk më pëlqen. Po do ta pranoje në atë moment? Në atë moment, thash, më ka pëlqyer më shumë ajo forma, kështu që praktikisht nuk e kam pranuar. Por tashmë jam më ndërgjegjësuar për faktin që më duhet një këshill e sinqert edhe nëse mua nuk më pëlqen apo nuk më përkëdhel egon. Po bezdi çfarë do të krijonte? Se ndonjëherë këshillat apo ky ngushëllimi që po themi vjen edhe pa e kërkuar. Njerëzit të shikojnë sikur nuk je mirë ose e dinë që ti mbas ke kaluar diçka dhe pastaj edhe kur nuk e kërkon, nëse unë të them për shembull që unë ndihem në këtë lloj forme nga ky veprim, edhe nëse mund të mos jetë vërtet diçka e madhe për ty që në këtë rast je një person i jashtëm, të paktën mos më injoron mënyrën se si unë ndjehem. Edhe nëse mund mos kem një arsye të fortë për të ndjerë ashtu. Në momentin që më injoron ndjesin, kam përshtypjen se edhe personi tjetër nuk është shumë i adapt apo shumë i gatshëm që të t'japi vërtet këshillën apo. Do t'ja thoje nëse do e ndjeje këtë gjë? Do t'ja thoje dikujt këtë përgjigje? Unë po them një bisedë të fundit me një nga mikeshat e mia që në të vërtetë i shpreha një lloj shqetësimi dhe më tha që shiko Klesiana, ti ke të drejtë që ndjesh kështu, por mund të jetë situata dhe jo kaq tragjike sa e mendon ti. Dhe pasi u ftoha i thash faleminderit shumë që më the kështu. Edhe shoqja ime më tha më je ndër të paktat që vërtet më falenderon që edhe pse unë nuk thash diçka që ishte në favorin tënd. Por kam përshtypjen se kjo do vjen me ndërgjegjësimin e njerëzve, do të jetë një lloj ndërgjegjësimi që unë nëse të kërkoj një këshill apo një mendim, më mirë të jetë i sinqert edhe në rast se
Por duhet ta dish se ku, se kam përshtypjen se kjo lidhet edhe me personin, sa i afërt është. Klevi ti po thoje që më mirë mos tregosh shumë gjëra. Në mos gaboj ishte kështu, duhet zgjedhim të jemi të kujdesshëm. Jo, jo, ishte në sens tjetër. Unë mendoj që ndonjëherë mjafton të thuash të vërtetën për të bërë armiq. Pra jo të gjithë kanë atë sensin e tolerancës për ta pranuar të vërtetën. Kjo është në momentin kur ti përgjigjesh ose jep një mendim, unë them kur ti shprehesh. Pra të tregosh ti se çfarë ndjen në këtë rol. Unë mendoj këtë gjë. Unë mendoj që unë personalisht, kjo lidhet pak edhe me besimin edhe me natyrën, se secili nga ne është një qenie individuale, unike. Kjo është dhe e bukur e gjithë secilit prej nesh që e përjeton dhe e përcjell ndryshe emocionin apo ndjesinë. Unë për shembull prej time, qetësinë time më të madhe e gjej tek Zoti, pra tek besimi. Por sigurisht edhe tek njerëzit që janë më të afërt tek unë, familjarët, miqtë e shokut. Mendoj që gjithë secili nga ne ka momentet e tij të mira dhe të këqija, të lehta dhe të vështira. Ka momente që gjërat i duken bukur, ka dhe momente që çdo gjë nuk i duket e bukur. Kështu që mendoj që gjithë secili prej nesh ka nevojën që të gjejë atë, si thua, vendin e prejes. Mendoj që besimi i ndihmon shumë njerëzit në këtë aspekt, pra ata njerëz që janë besimtarë dhe që janë praktikantë, mendoj që e kanë pak më të thjeshtë për të gjetur rrugën edhe në momente errësire. Por mua më pëlqen që gjithë secili ta shikoj problemin e tij si një pengesë momentale. Në fund të ditës mendoj që dielli do lindi edhe pas natës më të errët, kështu që në këtë sens po të bëjmë pak një retrospektivë. Jo, e thënë kështu duhet kujtoj vetëm diçka. Për shembull unë kujtoj me veten, periudha e gjimnazit është periudha më e bukur e njeriut në jetë. Pra kështu themi të gjithë, bijem dakord te kjo gjëja që është nga periudhat më të bukura që ne kemi. Po kur je në gjimnaz me zor, pret që ta mbarash atë gjimnazin, se do ke dëshirën për të maturuar, për të shkuar në fakultet e tjera. Pra njeriu gjithmonë ka atë dëshirën që sfidën e momentit ta vlerësoj si gjën më të rëndësishme. Për shembull, stresi i provimeve të maturës për shumicën e maturantëve është, ku di unë, një gogol i madh. Por pasi kalon maturën, edhe këtë ma ka thënë një familjar i imi, kur unë isha në atë stresin e provimeve maturës, dëshira për të shkuar student tek juridiku, etj, tha që mos u mërzit, se këto janë vetëm pak provime që ti e përgatit gjithë jetën për t'i bërë. Do vi sezoni dhe do kesh... ka qenë kështu, ndërsa për ty, për momentin ku ti e, pra është fiksë këndvështrimi... Çdo sfidë që kalohet, mendoj që çvlerësohet, sepse ne jemi qenie që japim rëndësi momentit. Momentin që ti e vlerëson, ai tjetri e vlerëson, se unë jam në rregull me vlerësimin e si maturante. Ai që më thotë më se e lehtë është, aty më vjen natë. Ose do kesh sfida të tjera më të mëdha në jetë. Por unë momentalisht, në kaq vite që mund të kem jetë, e zëm se jam maturante, kjo është sfida ime më e madhe. Çfarë do të ndjek profesionalisht, si do ta orientoj jetën time. Për ajuse dhe është motivuese që dikush më thotë që shiko, ti duhet të jesh i qetë, sepse kjo gjëja që ti po kalon tani është një gjë që e kam kaluar unë, e kam kaluar dhe... Po kaq i vetëdijshëm mund mos jesh kur je maturant. Kjo është ideja, që ti duhet të gjesh gjën e duhur për të thënë një maturant. Prandaj duhet që qasja të jetë individuale. Jo gjithkush mund ta perceptojë këtë gjë në mënyrë të njëjtë. Ka student shumë të mirë me që u ndalëm të matura, që në provimet e maturës thjesht nga stresi, nga kjo gjëja, nga kjo mbi ngarkesa nuk performojnë aq mirë sa mund performoj dikush i cili nuk ka qenë student aq mirë ndër vite, por në atë moment është më i qetë, është më i çlirët. Por ngarkesën emocionale që ti ke nuk e shbën dot, se ti ke marr as templim konkret. Unë jam një natyrë shumë e ndjeshme, shumë empatike. Unë e marrë e zbërthej gjën edhe si kur të jetë, shumë e vogël, unë do t'a marrë, do t'a dramatizoj, kështu jam si natyrë, unë e marrë veten time për plas cep më cep. Por, kur filloj edhe marrë atë kohën time të qetë edhe reflektoj, them, vojës, çfarë e duke i bërë vetes, e zmadhoj vetë gjën, pra ka të bëj me natyrat njerëzore. Ti bën ciklin. Unë jam tjetër person, ngarkesën e kam shumë të madhe, kam kolegen time që thot vojës të sjenë të rezifare, nuk e di pse e frynë situatën kaq shumë. Dhe me shumë të drejtë. Prandaj të them që ne nuk e stopojmë dot atë që vjen nga brenda momentalisht. Ne do ta lëm të rrjedhi. Po kur ka rrjedhur ajo, unë e kam bërë dorë. Ama mendoj që ne mund ta edukojmë pak veten në mënyrë, sepse, okay, ti e bën këtë gjë dhe e ke bërë vazhdimisht apo jo?
dhe ke kuptuar në mërinë e rasteve që ndonjëherë i ke mbivlerësuar gjërat, pra problemet i ke dhënë një fokus më shumë se ç'duhet. Kjo duhet shërbej që në të ardhmen Mos të bësh ta bësh më pak të vlerësimin e situatave problematike. Është e ditur, por ngarkesën që ti merr së brendshmi, këtë po flas. Absolutisht. Sepse maturia, qëndrueshmëria është tjetër gjë. Autokontrolli vetijak, sepse ti duhet të jesh patjetër një natyrë jo shpërthyese. Unë po flas për personin tim, pavarësisht se ngarkesa emocionale është shumë e madhe, por autokontrolli duhet të jetë brenda teje. Kjo fitohet me maturinë, se kur kemi qenë dhe ne gjimnazist, me pasur dhe ne ato. Unë mendoj po të punosh me veten. Do marr dhe një moment kohë për të thënë diçka që më ka bërë shumë përshtypje. Me aq sa eksperiencë unë kam pasur marrëdhëniet me njerëzit si në punë si avokat, ashtu dhe tani që jam funksionar publik, kam parë që njerëzit më të buzëqeshur janë njerëzit që vuajnë më shumë heshtje. Edhe ndonjëherë ti e çvlerëson hallin e dikujt vetëm se ai është i buzëqeshur dhe është pozitiv.